Po për të ardhë ke presidenca, në vitin 2002 ju zgjodhët president dhe jeni nga presidentat që i keni nejtë rigoros dhe besnik kushtetutës dhe interesave kombëtare. Dhe nuk u tërhoqet para presioneve partijake të cilës do parti. Kush janë momentet më delikate ose më të vështira me partitë politike dhe kush janë ata që ju i quni arritje, po se më motivoj një sjellje që është sjellje e një burr shteta, si kur pa të ardhë kryeministri i Greqisë në Saran për takim dhe ju kërkoj juve që të shkoni në Gjirokastër dhe nuk pranuat. Domthon aty ishte autoriteti jo vetëm i juaj si president, por edhe i shtetit s'pari. Kurse të tjere kanë bërë, kanë shku si du të përdor fjalën si langaraq, janë ul para. Tani nuk duhet me këto detaje kështu kështu, me këto shprehje, nuk kam Më fal. Edhe por mund të them këtë, është unë ose kisha mendje, as pishkur mendje do vi ditë do bëhem kryetari i shtetit. Pse do të thuaj po? As kisha vërtet qëllimin për të punë. Unë s'bëja pjesë as për forcat politike, kështu që zakonisht politikanë zgjedhin ata detyre. Mirë, shumë pa erdhi rada që më thirrën edhe e kam thënë edhe tjera. Aty në sallë ishin Nano, Berisha, kryesorët e politikës tonë të asaj kohe. Edhe Nano që ishte kryeministër. Më tha mos e besoj të kem menduar të përvojë këta ju dhe përvojë shtetit. Edhe faleminderit. Është detyrë e lartë. Është nderi madh që më bëhet mua. Por të shumë duhet të them diçka. Që unë kam një edukatë familjare dhe një edukatë profesionale. Unë nuk në hyj punë tjere, po edhe për punë e mia. Nuk për në hyj. Këtë ata që i fillisti, po të ishte në gjithë, një të si e për neve, shko vazhdo punë dhe në pensionit. Unë kam dalë 3 herë në pension, sa për dhjetë. Rasti rrallje. Se dole në 85, janar 85, dole pastaj e dytë kur në thiri ministria në qeveri teknike, vazhdova në 97. Për dyti dhe për sejtë për kurdozova president. E kam pjallë 3 herë me radhë, kam përgatit të vendet e pensionit. Po, se një tjetë, kjo e që thënë ju është e vërtet, unë jam munduar që natë parë atë i kërë kushtetuta, presidenti ishtë mbi palet. Me parë mënyrë baba i kombit, asë mund të shprejemi shumë. Dhe sigurisht për qëtë i qilë, duhet të zhvish nga gjithë to pikpamet t'i ke, nga gjithë antasimet që mund t'jesh i kundi, e me gjithë mund t'jesh me kushtetutët, me ligjet, me intereset e kombit. Me intereset e kombit, pa. Dhe unë këtë u përvojë të zbatoj gjatë gjithë kohës. Edhe sigurisht që u mundohë gjatë se kohë që edhe kolegët e mi politikanë, ishte dhe përdenatë, ti bindja se si shte të tyre ime, asë se be do të atë punë dhe për doja, por në shërën tim personal të ime s'kuptoj që kjo se do të dërtojmë shteti shumë bëhet. Shteti nuk bëhet me kjefe, me teke. Shteti bëhet me kushtetut, me ligje, po me gjitha intereset e kombit.